E zhdukur prej ditësh, gjendet i coptuar trupi i 19 vjeçares së njohur në TikTok pranë një impjanti uji. Një ngjarje makabre ka tronditur opinionin publik në Peru, ku autoritetet zbuluan trupin e pajet të një vajze 19 vjeçare, tiktokeres Fabiola Alejandra Caicedo Pina, e cila rezultonte e zhdukur prej fillimit të qershorit. Më 9 qershor, punonjës të impjantit të trajtimit të ujit La Tairea në Lima zbuluan pjesë të trupit të Fabiolës të futura në çanta plastike dhe të hedhura jashtë objektit gjatë një inspektimi rutinë. Autoritetet arritën ta identifikonin trupin përmes tatuazheve të saj të dallueshme, përfshirë shkrimit në tatuazhe. Pjesë të tjera të trupit u zbuluan më 15 qershor, por deri më 19 qershor disa pjesë ende mungonin. Policia dyshon se viktima është mbytur përpara se të coptojë dhe ka shenja të mundshme torture, përfshirë djegje nga cigaret në këmbë dhe në kërcinë të këmbëve. Hetuesit po shqyrtojnë 2 pista kryesore lidhur me motivin e krimit. Njëra është përfshirja e mundshme e Fabiolës në rrjetin e trafikimit të qenieve njerëzore, një problem në rritje në Lima, ku javën e fundit janë gjetur disa trupa vajzash të reja, disa të futura në valixhe pranë lumit të Rimak. Pista tjetër lidhet me hakmarrjen. Fabiola u zhvendos në Peru nga Venezuela në vitin 2022, kur ishte vetëm 16 vjeç, së bashku me të dashurin e saj, Mainer Uefrey Gojmenes Castrillo, 21 vjet më i madhe. Ai vdiq disa muaj pas mbërritjes së tyre në Lima, në rrethana misterioze. Familja e tij ka akuzuar publikisht Fabiolën se ishte përfshirë në vdekjen e tij, duke e dyshuar për bashkëpunim me një partner të ri. Megjithatë, ajo nuk është hetuar kurrë zyrtarisht nga vdekja e Castrillos, mbetet një rast i hapur mes dyshimeve për dhunë apo vetvrasje. Policia dyshon se natën para vdekjes, Fabiola është joshur në një vend tjetër nën pretekst të rrem, ndërsa nga persona që e njihnin, autoritetet janë ende duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë dhe duke marrë në pyetje të njohurit e saj. Deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim dhe autoritetet nuk kanë zbuluar emrat të dyshuarish.